Takimi i papriturisha ulur në oborin e shtëpisë së vjetër, duke shikuar pemët që lëkundeshin në erën e mbrëmjes. Dielli po zbriste ngadalë mbi fshatin ton të haruar nga koha, duke lënë hije të gjata mbi tokën e thatë. Çdo tingull, gjethe që shkeleshin nën këmbët e mia, zogj që fluturonin larg, fërshëllimat e fëmijëve të lagjes, më rikujtoni një pjesë të jetës që kisha përpjekur ta harroja. Por disa kujtime nuk mund të fshihen, as me kohën, as me pendesën, as me lotët që rridhin fshehura mbi faqe. Ishte një natë e qetë, kur dera e oborit u trokit dhe unë ngrita kokën pa shumë pritshmëri. Një hije e njohur u shfaq në prag. Fillimisht mendova se ishte një fëmijë i lagjes apo ndonjë fëmijë i ri, por asgjë nuk mund të më përgatit për atë që do të shija. Ai qëndronte aty, nën dritën e zbehtë të llambës, duke më shikuar drejt për drejt në sy. Zemra ime ndjeu një tundim të papërshkrueshëm, një përzierje frike, krimi dhe diçka tjetër që nuk mund ta emërtoja. Ai nuk foli menjëherë, vetëm u afrua ngadalë, si një hije që kishte kaluar përmes kohës dhe hapësirës për të më gjetur mua. Atë që njëherë kishte vendosur një zgjedhje që ndryshoi të gjitha jetët tona. Pas një heshtjeje të gjatë, ai nxori vetëm 2 fjalë. Më fal. 2 fjalë të thjeshta, por të mbushura me dhimbje, humbje dhe një jetë të tërë, që nuk mund të përmblidhej me asnjë fjalë tjetër. Më goditi aq fort sa u ndjeva si të isha një njeri i ri i përplasur përballë një bote që nuk e kuptoja më. Ai nuk më pyeti për gjëra të zakonshme si puna, shëndeti ose familja. Ai nuk kishte ardhur për të kërkuar gjëra të zakonshme. Ai kishte ardhur për të përballuar të kaluarën. Ndërsa shikoja fytyrën e tij, tani të rritur, të fortë, por ende me një hije të fëmijës që kisha njohur, unë ndjeva një breshëri kujtimesh që më goditën pa paralajmërim. Ai nuk ishte më ai voglushi që një ditë e kisha dhënë për bukë, duke menduar se nuk kishte asnjë shans tjetër për të arritur. Ai ishte bërë një njeri i plot, i formuar nga 25 vitet e ndara, nga dhimbja, nga vetmia, nga fshehtësitë që nuk ja tregoja askujt. Në ato çaste, unë kuptova se nuk kishte kthim pas. Nuk kishte fjalë të mjaftueshme për të shlyer një veprim të bërë me desperacion dhe urrejtje ndaj vetes. Çdo shprehje, çdo lot, çdo falje, ato ishin thjesht hije të asaj që kishte ndodhur. Ai ishte aty për të më përballur me të vërtetën, dhe unë nuk mund të shmangja. Ai më shikoi për një kohë të gjatë, me sytë që reflektuan dhimbje dhe forcë së njëkohshme. Pastaj tha përsëri, "Më fal." Nuk kishte ndonjë akuzë, nuk kishte zemërim të hapur. Vetëm 2 fjalë që ishin mbushur me peshën e një jete të tërë. Unë u përpoqa të flisja, por fjalët ngecën në fyt. Zemra ime rrihte me një ritëm që nuk e kisha ndjer kur më parë. E dija që këto 2 fjalë nuk ishin thjesht një kërkesë për falje. Ato ishin një ftesë për të rikrijuar një lidhje, për të kuptuar se pavarësisht se si e kisha lënë ata të herë, ai kishte mbjetuar dhe ishte kthyer për të përballuar të kaluarën. Heshtja e erët e natës rreth nesh u mbush me tensionin e fjalëve të pathëna, me pyetje që nuk kishin përgjigje të lehta. Ai nuk ishte më një fëmijë i pafajshëm. Ai ishte dëshmi e një gabimi që nuk mund të fshihej. Dhe unë e dija që nuk mund të ktheja kohën, nuk mund të ndryshoja atë që kisha bërë. Kur e pash fytyrën e tij, e kuptova se të shiturit për bukë nuk ishte më thjesht një akt desperacioni. Ishte një vendim që kishte mbjell dhimbje dhe peshë mbi 2 jetë, jetën time dhe jetën e tij. Por tani, pas 25 vitesh, ai ishte kthyer për të më treguar se nuk kishte harruar dhe nuk kishte falur lehtë. U afrua edhe më pranë, dhe unë ndjeva ngrohtësinë e pranisë së tij. Ai nuk kishte ardhur për të kërkuar pasuri, nuk kishte ardhur për të marrë hak. Ai kishte ardhur për të përballur, për të kuptuar, për të gjetur një mënyrë për të lidhur atë që një herë ishte thyer. Në atë moment, unë kuptova një të vërtetë të hidhur. Pavarësisht se sa larg e kisha shtyra të fëmijë, ai kishte mbjetuar. Ai kishte krijuar një identitet, një histori, një jetë. Dhe tani ai ishte këtu për të më bërë mua të përballem me pasojat e veprimeve të mia. Ai tha përsëri, "Më fal." Dhe unë, duke ndjer peshën e 25 viteve mbi supe, mund të bërtisja ose mund të qaja, por asnjë reagim nuk do të ndryshonte të kaluara. Vetëm mund të dëgjoja, vetëm mund të shikoja, vetëm mund të përballem. Dhe kështu, nën hije të pemëve dhe në errësirën që jepte natës një qetësi të reme, filloi një kapitull i ri, një kapitull ku fëmia që kisha humbur dhe unë do të përballemi me të kaluarën, me pendesën dhe me një shans për të kuptuar njëri tjetrin. Një kapitull që do të vendoste në provë çdo ndjesi, çdo kujtim dhe çdo emocion që kishim mbajtur për kaq shumë vite. Ishte një natë e heshtur, e mbushur me aromën e dheut të lagur dhe gjethëve që krisnin nën këmbët e qendë të lagjes. Unë qëndroja ulur në karrigen e drurit të vjetër, i mbështetur në tryezën ku dikur kishim ngrënë së bashku si familje, para se gjithçka të shkonte keq. Fytyra e tij ishte ndriçme nga llamba,
por sytë e tij, sy të mëdhenj dhe të kuqeremt nga udhëtimi dhe emocionet, dukeshin aq të njohur dhe aq të huaj njëkohësisht. Ai bëri një hap tjetër drejt meje, dhe unë ndjeva një të ftohtë që më përshkoi shpinën. Nuk ishte vetëm ftohtësia e natës, ishte frika, pendesa dhe ajo ndjesi që ndonjëherë e ke kur kupton se çdo gabim që ke bërë ka pasoja të pashlyeshme. Ai nuk foli me njëherë. Heshtja e natës u bë një presion mbi ne të dy, sikur ajri ishte mbushur me pyetje të papërgjigjura. Unë nuk di nga të filloj, tha ai, dhe zëri i tij po dridhej pak. Një fëmijë i humbur, i rritur në një botë që nuk e njihja, duke kërkuar përgjigje për gabimet e mia të së kaluarës. Ndërsa e shikoja, një val kujtimesh më përshkoi. Kujtimet e ditës kur e shita përpes para për bukë, kur e mbylla derën dhe u largova duke menduar se po e shpëtoja nga uria e një jete të pamundur. Atë ditë kisha menduar se po merja vendimin e duhur. Tani, 25 vjet më vonë, e kuptoja se kisha marrë vendimin më të gabuar në jetën time. Ai më shikoi nga këmbët deri në kokë dhe pastaj përsëri në sy. Unë kam kërkuar gjithmonë të kuptoj pse më la, tha, duke ulur pak kokën. Zëri i tij ishte i qetë, por dhimbja e fshehur në të shpërthente në mënyrë të padukshme. Unë desha të flisja, të justifikoja veten, të thosha se nuk kisha pasur zgjidhje tjetër, por fjalët ngecën në fyt. Si mund të shpjegoje dhimbjen që kishte shkaktuar një vendim i marrë me frikë dhe mungesë mundësish? Si mund të thyeje heshtjen e 25 viteve? Ai u ul në karrigen përballë meje. Dritat e llambës ndriçonin fytyrën e tij, duke zbuluar linjat e kohës dhe vuajtjet e fshehura që nuk mund t'i shihja kur ishte fëmijë. Ai nuk ishte më i vogli i pafajshëm që kisha njohur. Tani ishte një burr i fortë dhe i pavarur, por ende me shenja të së kaluarës që nuk mund të fshiheshin. Unë nuk dua të urrej, tha ai, duke ulur kokën dhe duke marrë frymthell. Por dua të di pse. Pyesja veten të njëjtën gjë. Pse e bëra atë që bëra? Pse zgjodha 5 para për bukë mbi fëmijën tim? Përse mendova se mund të zëvendësoja dashurinë dhe kujdesin me një akt ekonomik të thjeshtë. Dhe tani, kur ai ishte kthyer, pyetja ishte më e dhimbshme se kurrë. Ndërkohë, unë mendoja për fëmijërinë e tij të humbur, për çdo vit që kishte kaluar larg me njerëz të tjerë, për çdo kujtim që nuk e kishim ndarë, për çdo ditë që nuk e kisha parë të qeshte apo të qantë. E kuptova se çdo moment i humbur ishte një pjesë e jetës që nuk do të kthehej kurrë. Ai ngriti kokën dhe më pa përsëri. Unë kam bjetuar, tha ai, por gjithmonë kam ndjer mungesën tënde. Dhe tani që të gjej, dua të di nëse ti e kupton dhimbjen time. Fjalët e tij më goditën më fort se çdo shelm. Nuk kishte hakmarrje, por një kërkesë për të kuptuar dhe për të ndjer atë që ai kishte ndjer gjithë këto vite. Ishte e qartë që ai nuk vinte për të më akuzuar, por për të përballur të kaluarën dhe për të kërkuar një lloj paqeje që asnjë prej nesh nuk e kishte pasur. Ndërsa heshtja vazhdonte, unë fillova të flas ngadalë, duke treguar pjesë të asaj që nuk mund të kisha thënë kurrë më parë. Flisja për ato ditë të vështira, për uri, për dëshpërim, për frikën që më shtyu të merrja një vendim të tillë. Ai dëgjonte pa ndërprerje, duke treguar me sysh se kuptonte, por dhimbja në fytyrën e tij nuk zhdukej. Unë e kuptoj, një pjesë e imja gjithmonë e kuptoj, tha ai më në fund. Por një pjesë tjetër nuk mund ta harroj, dhe nuk dua të harroj. Dua të kuptoj se si ne mund të shërojmë, edhe pse koha nuk kthehet. Në ato çaste, unë ndjeva një përzierje emocionesh që më mbushën zemrën. Pendes, lehtësim, dhimbje dhe shpresë. Ishte e çuditshme, por ndonjëherë një fjalë vetme ose një moment i caktuar mund të sjellë një revolucion në jetën e dikujt. Ai kishte ardhur me 2 fjalë: "Më fal", dhe ato fjalë po ndikonin në të gjithë jetën time. Dritat e natës ranë më qetësisht mbi ne. Nuk kishte asnjë rrugë kthimi nga kjo bisedë. Ai kishte ardhur për të marrë atë që kishte humbur. Një mundësi për të kuptuar dhe për të ndjerë lidhjen që kurrë nuk mund të ishte shkatëruar plotësisht, pavarësisht nga kohët e ndara. Ai qëndroi për disa minuta të tjera në heshtje, pastaj ngriti dorën dhe preku lehtë krahun tim. Një gest i thjeshtë, por i fuqishëm, që tregonte se, pavarësisht nga gjithçka, një lloj lidhjeje kishte mbetur. Një lidhje që mund të rindërtohej, pjesë pas pjesë, nga një dhimbje e përbashkët dhe një dëshirë për të kuptuar njëri tjetrin. Dhe kështu, nën hije të pemëve dhe në dritën e butë të natës, filloi një kapitull i ri për ne të dy. Një kapitull i mbushur me emocione të papërshkruara, me pyetje të vështira dhe me një shans për të shëruar të kaluarën. Një kapitull ku 2 fjalë, "më fal", nuk ishin vetëm një kërkesë për falje, por edhe një dritë shprese për një të ardhme që mund të ndërtohej, një hap në drejtim të kuptimit dhe pajtimit. Kujtimet e humbura dhe udhëtimi idealitaj qëndroi përballë meje. Heshtja e natës duke mbushur me tension të papërshkruar, por brenda tij, unë mund të shihja historinë e një jete të tërë të kaluar larg meje, një jetë formuar nga dhimbja, por edhe nga forcimi dhe pjekuria.
Nuk ishte më fëmia që një herë e kisha njohur. Tani ishte një burr i kompletuar, i ndërtuar nga vuajtja, por i mbushur me një forcë që unë nuk mund ta kisha parashikuar. Dëshiron të dish si ka qenë jeta ime. Pyeti ai, dhe unë ngrita kokën. Ndjen një frikë të re që vinte jo nga gjëra që mund të më thoshte, por nga ajo që mund të zbulonte. Ai filloi të flas, dhe çdo fjalë ishte mbushur me peshën e një jete të humbur. Pas ditës kur më dhurove për pesë para, unë u dërgova në një familje që nuk më kuptonte. Nuk kisha emër, nuk kisha një fytyrë që më përkiste atyre. Çdo ditë ishte një përpjekje për të mbijetuar, për të mos u harruar, për të mos u thyer. Por brenda meje, diçka gjithmonë më thoshte se një pjesë e imja ishte larg, dikush që dikur më kishte dashur, por më kishte braktisur. Ndërsa fliste, unë ndjeva një dhimbje që më kalonte thellë në zemër. Nuk kishte justifikim për atë që kisha bërë, dhe tani çdo fjalë që dilte nga goja e tij më tregonte se çdo vit i humbur nuk mund të rikuperohej, por mund të kuptohej dhe ndoshta shërohej. Ai vazhdoi, tregoi për shkollat ku kishte ndjerë refuzim, për çdo miqësi të ndarë dhe për çdo moment kur kishte menduar se unë nuk do ta gjeja kurrë. Unë gjithmonë kam kërkuar përgjigje, tha, duke ulur kokën. Përse? Si mund të ndodhë që një prind të lërë për bukën, për nevojat të shkurtra të jetës? Por nuk kam u rryer. Nuk mund të urej dikë që dikur më kishte dashur. Ai ngriti sytë dhe më pa drejt për drejt, dhe pash një ndjesi që nuk mund ta përshkruaja thjesht me fjalë. Një përzierje dhimbjeje, forcë dhe dëshirë për të kuptuar. Por gjithmonë kam dashur të di se ti e kupton dhimbjen time. Dhe tani që je këtu, dua të shoh nëse mund të shërohemi, ndoshta jo të gjitha plagët, por të paktën ato që mund të shërohen. Fjala e tij më goditi fort. Ai po kërkonte më shumë se falje. Ai po kërkonte të kuptonte, të lidhej dhe të rindërtonte atë që një herë ishte shkatëruar. Unë fillova të flas, ngadalë, duke treguar se çfarë më shtyu të bëja atë vendim të tmerrshëm. Uria, frika, pa fuqia për të ofruar më shumë. Tregova çdo detaj që mund të shpjegonte, edhe pse nuk justifikonte. Ai më dëgjoi pa ndërprerje, duke treguar vetëm me sysh se po kuptonte dhe po pranonte realitetin. Të kuptoj, tha ai, më në fund, por unë kam nevojë të ndjej se mund të jemi më shumë se një kujtim i dhimbshëm. Dua të krijojmë diçka të re, diçka që nuk ka të bëjë me atë që humbëm, por me atë që mund të ndërtojmë. Ndërsa fjalët e tij mbushnin dhomën, unë ndjeva një lehtësim që nuk e kisha ndjer kurrë. Ai nuk po vinte për hakmarrje, por për pajtim. Ai nuk po kërkonte që unë të fshija të kaluarën, por që unë të pranoja të ishim të dy të pranishëm në këtë moment, duke ndërtuar një fillim të ri mbi rënojat e një jete të shkatëruar. Ai më tregoi për jetën e tij, për vështirësitë, për çdo hap të vetmbrojtjes, për çdo arritje që e kishte bërë të ndiej krenar. Nuk doja që dhimbja ime të më përbënte personin që jam sot, tha ai, por gjithmonë më ka formuar, dhe tani dua që të jemi së bashku, të paktën në mënyrën që mundemi. Fjalët e tij ishin një thirrje për të filluar ndërtimin e një marrëdhënieje që kurrë nuk kishim pasur. Nuk kishte premtime për një rikuperim të shpejtë, as një mrekulli, por një hap të parë drejt pajtimit dhe kuptimit. Ai kishte jetuar me mungesën, por ishte kthyer për të kërkuar praninë time, për të krijuar një lidhje që mund të ndihmonte të dy të shëroheshim. Një ditë gjatë, plot kujtime dhe emocione të përziera, po mbyllej. Por diçka ishte ndryshuar përgjithmonë. Ai nuk ishte më fëmia që e kisha dhënë për bukë. Ai ishte një burrë që kishte mbijetuar, dhe tani kërkonte jo vetëm falje, por një mundësi për të ndërtuar atë që një herë ishte humbur. Në atë moment, unë kuptova se rruga e shëritjes nuk do të ishte e lehtë. Do të kishte dhimbje, do të kishte sfida, dhe do të kishte momente kur e kaluara do të na pengonte. Por gjithashtu, kishte një shans për të filluar nga e para, për të krijuar kujtime të reja, dhe për të kuptuar se lidhjet e vërteta nuk shuhen kurrë plotësisht. Ato vetëm presin kohën e duhur për të rindërtuar. Plagët që flasin, edhe kur e shtint nesërmen në mëngjes u zgjova herët. Dielli sapo kishte dalë dhe drita hynte nga dritarja e vjetër, duke ndriçuar muret e qara të shtëpisë. Për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeva një peshë të rëndë në kraharor që nuk vinte nga pleqëria apo lodhja, por nga diçka shumë e thellë. Ai ishte aty, djali im, në dhomën tjetër dëgjova hapat e tij. Ai ecte ngadalë, sikur kishte frikë të zgjonte kujtimet që flinin në çdo cep të kësaj shtëpie. U ngrita dhe dola në kuzhinë. Ai ishte duke parë fotografitë e vjetra të varura në mur. Fotografi të zverdhura nga koha. Unë i ri, gruaja ime e ndjer, një obor plot jetë, por asnjë fotografi e tij. Asnjë. Ai e vuri re mungesën. Pse nuk ka asnjë foto timen? Më pyeti qetë, e dia përgjigjen. Por ishte shumë e dhimbshme për ta thënë menjëherë, sepse pas asaj dite nuk pata më forcë të mbaja kujtime, i thash. Ai uli kokën,
ndoshta unë kam qenë gjithmonë vetëm një kujtim që doje ta fshije. Fjalët e tij më shpuan zemrën. Jo, i thash me zë të dridhur. Ti ishe plag, dhe plagët, kur nuk shërohen, mbulohen. Ai u ul në tavolinë. Unë jam rritur pa ty, tha, kam kaluar ditëlindje vetëm. Festa vetëm. Ne të gjata duke pyetur veten, pse nuk isha mjaftueshëm i mirë që të më mbaje. Mu mbushën syt me lot. Nuk ishte sepse nuk ishe i mirë, ishte sepse unë isha i dobët. Ai që është i hidhur. Çdo fëmijë i braktisur mendon se është faji i tij. Pastaj filloi të më tregoj. 25 vite pa baba familja që e kishte marrë nuk ishte mizore, por as e dashur. Ishte një marrëveshje. Një fëmijë më shumë në shtëpi, një gojë më shumë për të ushqyer. Ai më tregoi se si punonte që 10 vjeç, si mbante thas në treg, si shiste cigare një nga një, si flinte shpesh pa ngrënë. Nuk kam pasur lodra, tha, por kam pasur shumë pyetje. Në shkollë ishte fëmia i heshtur, fëmia pa mbiemër të vërtet, fëmia që askush nuk vinte ta merrte. Kur shokët e mi flisnin për baballarët e tyre, unë dilja jashtë klasës. Ai ndaloi për pak. E di çfarë është më rënd? Jo uria, jo puna, por ndjenja se askush nuk të përket. Mbeta pa fjalë. Ai vazhdoi. Në adoleshencë u revoltova. U përfshiva në shoqëri të keqe. Bëra gabime. Shumë, por çdo natë, para se të flija, mendoja për ty. Si dukej fytyra jote? A ishe gjallë? A mendove ndonjëherë për mua? Lotët më rridhnin pa u ndalur. Po, i thash, çdo ditë. Kërkimja i më tregoi se kishte filluar të më kërkonte para 5 vitesh. Nga një fshat në tjetrin, nga një dokument në një tjetër, nga njerëz që mezi më mbani mend. Disa më thanë që kishe vdekur, të tjerë që kishe ikur jashtë, por unë nuk u ndala. Deri një ditë, një plak në treg i tha, ai jeton ende. Në atë shtëpinë e vjetër, dhe ja ku ishte, përballë meje. Pas 25 vitesh, takimet e paraditet në vazhdim filluam të takoheshim çdo mëngjes, pinim kafe në heshtje. Ecnim në përfshat. Ai më tregonte për punën e tij, për jetën që kishte ndërtuar vet, pa ndihmën time. Por kishte momente tensioni. Një herë më tha, mos mendo se një më fal fshin gjithçka. Ja ktheva, nuk kërkoj të fshi. Dua vetëm të jem këtu tani. Ai heshti, një ditë tjetër shpërtheu. Ti më shite për bukë. E kupton sa rënd tingëllon kjo? E di, i thash, dhe do ta mbaj atë bar derisa të vdes. Ai doli nga shtëpia i nervozuar, u kthye pas disa orësh, nuk tha asgjë. Vetëm u ul pranë meje. Momenti i heshtur, por i fortë një pasdite, teksa po rregulloja oborin, ai erdhi dhe më ndihmoi pa folur. Punonim krah për krah, derisa na rrithe. Në një moment më tha, ndoshta nuk do të kemi kurrë marrëdhënie normale baba-bir. U ndala, por ndoshta mund të kemi diçka tjetër. Çfarë? E pyeta. 2 njerëz që zgjedhin të mos e urrejnë njëri tjetrin. Ajo fjali ishte më e fortë se çdo përqafim. Dhe aty kuptova. Ndonjëherë pajtimi nuk vjen me lotë britma, vjen me heshtje, me praninë, me zgjedhjen për të qëndruar, mirë po e nisim. Kur e vërteta dhe më shumë se braktisja disa ditë kishin kaluar që kur ai ishte kthyer në jetën time. Nuk flisnim shumë. Nuk kishte nevojë. Heshtja mes nesh ishte e rëndë, por jo më armiqësore. Ishte ajo lloj heshtjeje që mbart histori, jo urrejtje. Çdo mëngjes pinim kafe bashk. Ai rinte zakonisht në të njëjtën karrige, afër dritares. Shikonte jashtë, sikur kërkonte diçka që nuk ishte më aty. Një mëngjes vura re se po kollite shpesh. Je mirë? E pyeta. Po, tha shkurt. Por sytë e tij më thanë diçka tjetër. Sekreti që mbante brenda pasdite. Ndërsa po ecim drejt varrezave ku ishte varrosur nëna ime, ai ndaloi papritur. Më duhet të tregoj diçka. Zëri i tij ishte ndryshe. Jo i fortë, jo i qetë. Ishte zëri i dikujt që po përgatitej të rrëzonte një mur ulëm në një stol. Ai mori frym thellë. Unë nuk erdha vetëm për të gjetur. E ndjeva stomakun të më shtrëngohej. Kam qenë te mjeku para 3 muajsh. Heshtje, kam tumor në mushkëri. Mu ersua shikimi, në fazë të avancuar. Mu drodhën duart, sa kohë, mezi nxora zërin. Ai uli kokën 6 muaj. Ndoshta një vit, nëse kam fat. Zemra mu qa në dysh. Djali që e kisha humbur 25 vite, tani po e humbisja përsëri. Pse ishte kthyer, pse nuk ma the më herët, i thash. Sepse nuk doja keqardhje, u përgjigj. Erdha sepse nuk doja të vdisja pa e parë fytyrën tënde. Pa ta dëgjuar zërin, pa e ditur nëse më kishe dashur ndonjëherë. Lotët më rridhnin pa u ndalur. Të kam dashur çdo ditë, i thash. Ai që shilet. Atëherë pse nuk erdhe të më kërkoje? Nuk kisha përgjigje. Vetëm faj. Netët pa gjumë që nga ajo ditë. Netët e mia u mbushën me ankth. E dëgjoja duke kollitur në dhomën tjetër. Dëgjoja hapat e tij në korridor në mesnat. Një natë u çova dhe e gjeta ulur në errësirë. Çfarë po bën?
Po mendoj, tha, për çfarë? Për jetën që nuk pata. U ula pran tij. Ai më shikoi. Nëse do të kishe një shans tjetër, do të më mbaje? Kjo pyetje më shkatëroi, po. Pa hezitim. Ai mbylli syt. Do të doja që ajo përgjigje të kishte ardhur 25 vite më parë. Momentet e fundit të një lidhjeje të refilluam të kalonim më shumë kohë bashk. Gatuaja për të, ja laja rrobat, i rregulloja jashtëkun kur flinte. Ai bëhej gjithnjë më i dobët. Një pasdite më kërkoi të dalim përsëri në obor. Dielli ishte i butë. Mos u largo, më tha, nuk kam ndërmend, ju përgjigja. Ai më kapi dorën fort, nuk kam frikë nga vdekja. Atëherë nga çfarë ke frikë? Që ti të mbetesh vetëm siç mbeta unë. 2 fjalët një natë, gjendja e tij u përkeqësua, frymëmarrja e rëndë. Trupi i dobët u ula pranë shtratit të tij. Ai hapi syt me vështirësi. Më shikoi drejt. Lotët më binin mbi dorën e tij. Ai lëvizi buzët, me zë shumë të dobët tha vetëm 2 fjalë, të fal. Pastaj mbylli syt. Unë bërtita emrin e tij, Etundja, por ai kishte ikur. Kur humb gjithçka, mbetet vetëm pendesa ai u largua në heshtje. Pa zhurmë, pa dram. Vetëm frymëmarrja e fundit dhe 2 fjalë që më ndoqën si mallkim, të fal. Qëndrova pranë trupit të tij për orë të tëra. Nuk qaja më, isha bosh, një baba që e kishte humbur djalin 2 herë. Herën e parë nga varfëria, herën e dytë nga vdekja. Varim nuk kishte shumë njerëz, disa fqinj, 2 shokë të tij nga qyteti, një infermiere që e kishte njohur nga spitali, asnjë familjar tjetër. Unë isha i vetmi që qëndroja në krye të varrit, mbaja fotografinë e tij. Në atë foto ai buzëqeshte lehtë, ashtu siç buzëqeshte gjithmonë kur donte të fshihte dhimbjen. Kur arkivoli u ul në tok, këmbët mu drodhën, u ula në gjunjë, e preka dhe unë. Ma fale jetën tënde, dhe unë nuk ta meritova, pëshpërita. Askush nuk më dëgjoi, por unë e ndjeva sikur toka më dëgjoi. Letra pas varimit, u ktheva në shtëpi. Dhoma e tij ishte ende siç e kishte lënë. Në jastëk gjeta një zarf, ishte shkruar me dorën e tij, për babin. Duart më dridheshin, e hapa. Letra e tij. Baba, nëse po e lexon këtë, do të thotë që unë nuk jam më. Mos qaj shumë. Kam jetuar më shumë se sa mendova se do jetoja. Dua të dish diçka. Unë të kam falur që para se të gjeja, sepse kuptova që varfëria të merr gjithçka, edhe arsyen. E di që ke jetuar me faj gjithë këto vite. Mos e bëj më, unë nuk u ktheva për të dënuar. U ktheva që të vdisja me një baba, ti madhe këtë dhuratë. Mos mendo për çfarë humbëm. Mendo për pak ditë që fituam, dhe një gjë të fundit, në bank kam lënë pak para. Jam për ty jo si kthim, si falje, të dua djali yt. Letra më ra nga duart, u ula në. Dysheme, qava si fëmijë. E vërteta e fundit shkova në bank. Nuk ishte shumë, por mjaftueshëm për të jetuar qetë pleqërinë. Djali që e kisha shitur për bukë më kishte lënë para. Ironia më e madhe e jetës. Fundisot jetoj vetëm. Çdo mëngjes vendos 2 filxhan kafe. Një për mua, një për të flas me të sikur të ishte ende këtu. Dhe çdo natë, para se të fle, përsëris, nëse do kisha një shans tjetër, nuk do të lija kurrë. Por jeta nuk jep shanse të dyta. Jep vetëm kujtime. Morali, mos e sakrifiko kur fëmijën për mbijetesë. Varfëria të merr shumë gjëra, por mos lejo të ta marrë zemrën. Dhe nëse ke dik sot, përqafoje. Nesër mund të jetë vonë.